pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të ndaluar tek besnikëria, tek sinqeriteti dhe tek e vërteta. Që në momentin kur Xeni, doktor Xeni, hyri brenda shtëpisë së Big Brotherit, personazhi që e priti me shumë dashuri edhe me shumë emocion ishte Egli Tako. U tha brenda shtëpisë që jemi shok, jemi miq edhe njihemi që nga jashtë. Dhe kjo gjë u vërtetua brenda në shtëpi mes Xenit, Eglit edhe Kellit, por është një miqësi që me të gjitha dimenzionet e saj, me të mirat dhe me të këqijat, rruhet edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Dhe pikërisht një video që po bën xhiron e rrjetit, pas të gjitha angazhimeve, pas të gjitha lodhjeve, pas të gjitha vështirësive që profesioni jonë e ka, profesioni i artit e ka, Egli Tako ka përzgjedhur që një natë të qetë të bukur, tashmë me shi në stinën e vjeshtës, të ndaj me mikun e saj dhe me shoqen e saj të zemrës në shtëpitë e Shkëlzeni. Ato kanë postuar një video që janë kënaqur, janë argëtuar, dhe kjo tregon që Egli e ruan me shumë dashuri, e ruan me shumë egoizëm dhe lidhet me ato që i ka thënë më herët që pa marrë parasysh unë çfarë të bëhem, pa marrë parasysh unë ku do të arri, unë asnjëherë shoqërinë time nuk e hedh në rrugë. Dhe pikërisht kjo situatë e tregon Eglin që është dinjitoze dhe mrekullueshme. Do të ndjekim në fakt videon që është postuar dhe më pas do ta komentojmë dhe pak atë video. Jo, fare. Erdha të shtëpia që kanë çelsat. Na i solle çelsat. Ti solla, bë një kopje që ti kesh ti çelsat e to. Ma e kopje që si ti. Ai kush na ka ardhur në orën 1 natës. Ka marrë me bujt. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Mirë se ju gjeta. Po ti- Tu ti punë, a? Po ti tjetri? Tu isha. Ne me ish pike me qënë me ish birë. Ikem tash. Hajde natën. Hajde, natën e mirë. Siç duket, Egli Tako po e ruan miqësinë në mënyrë vllazërore me Shkëlzenin dhe mua më pëlqen që artistët tanë në thelb të gjërave japin mesazhe shumë të bukura, që shoqëritë e sinqerta, shoqëritë e vërteta, shoqëritë e mrekullueshme janë dritë, janë pasuri, janë emocion dhe pikërisht Shkëlzeni dhe Egli japin emocione të vërteta, japin dritën e vërtet. Unë uroj që Egli gjithmonë kështu të shkojë jeta me humor dhe me dashuri. Imagjinoni në orën 1 natës ka ikur te Shkëlzeni, kjo tregon çfarë raporti të mrekullueshëm kanë dhe shpresoj që në të ardhmen, pse jo, të bënin edhe një bashkëpunim për një emision të bukur, për një arritje interesante që Shkëlzeni dhe Egli do të kishin mes njëri tjetrit. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.